Gjithatë, Pra, ky njeri 63% e njerëzve nuk morën pjesë në zgjedhjet jashtëzakonshme të shtatëshorit Dardan, që është një indikatori, një lloj proteste qytetare me mënyrën se si po udhhiqet vendit, ose në mënyrën se si po bën betejën edhe kjo opozit. Nga shtatori e tutje janë paralajmëruar protesta, me zë figur ka folë edhe vetë zoti Daut Haradinaj, bashkëpartjaku juaj Dardan. Ju po shihni që situata po shkon për tehu dhe për penja ashtu e përmene, është kur të prishen balancat e ekuilibrat, pastaj çka ndodh? Protesta nga shtatori e tutje. Qa bojnë e por ata 63% që nuk dolin me votu. Qa bojnë? A janë qytetarë t'i veni? A kanë fëmijë që i shkollojnë këto shkolla? A kanë moshuar prindë e ples shpejt që ka nevojë për kujdesje? A kanë nëna dhe mota që çdo ditë ballafaqohen me situatat e këqija që tashmë edhe gratë me kancer po detyrohen me ble ilaçet edhe me çmime marramendse? A din që ka familje shokë me të luftës që u fut në fajde, në Malishev, për me siguru medikamente gruas vetë. E që bëjnë ta prind? Kush do m'ja rregullu Kosovën? Ta me thonë, të rrë atje, se më vjen politikon dhe më rregullu Kosovën. Jo, dallimi i këtyre sot që votojnë, që nuk votojnë është i njëjtë. Se këta që votojnë, menojnë që vetëm me vendosjen e votës në kutinë e votimit në ditën e zgjedhjeve kryejnë obligimin ndaj shtetit, është po i njëjtë me këta që s'votojnë. Por ishte një lloj proteste. Po nuk është protestë. A e lexuat drejt, po thonë. Jo, nuk është leximi drejt. A e lexuat jo drejt. Pse ata nuk arritet të nxjerrin në kutitë Po votime? nuk ka nevojë me nxjerr si ti qytetari i këtij vendin. Por ti dëgjoj ai që garon e ka për detyrë që ta bind Dardan. Heshtja ti nëse abstenon, nëse hajnit ka hinë shpe me dvjell, o të rrit të këshyr, nëse shtëpia po digjet, e mirëqenia po të prishet edhe ti rrit të këshyr, abstenimi është i barazvleshëm me krim. Ti duhet me konë pjesëmarrës aktiv, shëndërtohet shteti e vendit. Sidomos e atyre që jetojnë që dekada jashtë, e që e dinë se si funksionon shteti, që jetojnë kur policë në rrugë nuk sheh, po atje një plakë është policie, se këshyr që po bën edhe thirr policën, ta shtrohet pyetja për 1.600.000 PZM, sipas statistikat fundit në qytetarën këtë vend, do të më bëna 1.600.000 policë, se cilin policë për një qytetare, jo mëre, kjo është vend e ki obligim. Ja të lejo kështu me u bo si Siria, si Afganistani, ku një ditë kime luftu me njëri tjetër. Demokracia nënkupton pjesëmarrje aktive në jetën tone. Ti me vendos për jetën tone.